Arrestohet punonjësi i shoqërisë private të sigurisë së kantierit në Zvërnec të Vlorës që goditi me grush dhe dhunoi një qytetar gjatë protestës së të shtunës. Identifikohet, kapet dhe arrestohet sipas policisë punonjësi i shoqërisë private të sigurisë së kantierit që goditi me grush shtetasin me iniciale ES. Ndërkohë nis hetimi disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të drejtorisë së policisë së qarkut të Vlorës. Menjëherë pas publikimit të pamjeve filmike, ku shfaqet një punonjës i shoqërisë private të sigurisë duke goditur me grush shtetasin me iniciale ES, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit urdhëroi ngritjen e një grupi të posaçëm hetimor për të analizuar dhe hetuar të gjitha veprimet e urdhëruara dhe të ndodhura gjatë tubimit të zhvilluar në datën 30/5/2026 nga banorët e fshatit Zvërnec në vendin e quajtur Portonov. Në vijim të veprimeve hetimore u bë identifikimi dhe shoqërimi i punonjësit të shoqërisë private të sigurisë shtetasit me iniciale GB, 32 vjeç banues në Durrës, i cili në përfundim të veprimeve të para hetimore u arrestua në flagrancë dyshuar për veprat penale, heqje e palishme e lirisë dhe plagosje e lehtë me dashje. Ky shtetas ka goditur me grush shtetasin me iniciale ES dhe më pas në bashkëpunim me shtetasin AG, GV, të dy të proceduar penalisht, e kanë tërhequr me forcë drejt vendit të rezervuar për rojet, duke i shkaktuar dëmtime të lehta trupore. Ndërkohë, paralelisht me veprimet hetimore, drejtori i përgjithshëm ka urdhëruar drejtorinë e standardeve profesionale në policinë e shtetit për nisjen e menjëhershme të hetimit disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të drejtorisë së policisë së Vlorës në lidhje me masat për menaxhimin e tubimit të zhvilluar ditën e shtunë. Policia e shtetit është e vendosur të respektojë të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve, të garantojë sigurinë e jetës dhe të pronës, si dhe të ndjekë çdo punonjës policie që neglizhon me detyrën apo abuzon me të.